për PDK-n është i një rëndësie të veçantë, ndaras prej, si me thonë, strategjikisht është për PDK-n Prizreni duke që vazhdon të jetë Jerusalem edhe pse tani pa deklaruar i PDK-s, ndërsa për LDK-n duke që po dojnë me qëndru edhe mu majtë Juhamedi Shpeja. Për ashtu Prishtinën, tash Prishtinë po garojnë me këtë simpatinë e Fidanit, këtë zotnin, këtë vizionarin nga Londra, i cili na lanë loqen bërloge në qenën da cake, pa drita e qështu, plëqëzi varsenësh. Po, me në si që vizioni ka egzistu. Po, pa drita se ja ka shumë drita. LDK-ja e ka fokusin Prishtinë dhe Pej, me këto marrëveshje të bashkëpunimit me PDK-n. PDK-ja Mitrovic Prizren, vetëvendosje në trajektore Mitrovic Prishtinë Prizren, edhe po vish me fokus shifet që ka fokus vetëvendosja shifet që nështë as janë pajtu që Halil, kush është më ciklet nesër? Halili. Me thonë drejten, jo. Nga partitë politike kam fjallë, jo nga analistët e politikos falë nuk janë ciklet sepse e shjojnë lirin. E lirin u amundëson. Tash është normale, dikush po dikon ka me qenë selamet, e po dikon kiamet. Do më për citoj liderin suprem, zotin Albin Kurtin, këtë rast, po lejohet pak me shtensionu muhabetin, sidomos me zotin Gashi, sepse nese jove që do t'jetë në siklet, po edhe në kiamet. Sido qoftë, zgjedhjet vendore kanë prodhu për mu diçka jo dalimet mdhaja nga zgjedhjet e 21-shit, por e kanë kriju një balans të ri. Balans demokratik, kisha me qujtë, edhe i kanë dhonë pak frym, edhe pak shkoll, edhe vetë nivellit nacional, si pas meje. E kumë vrejt kushtim që ka pas një ndrim gjeneratash në listat për asamblej komunale, kryesisht janë të i, madje jo veç të i me mosh, po të i edhe me vizion, edhe me emna madje, edhe me shkollë politike e cila po vjen. E mirë e keqe po vjen një gjeneratëre politike, cilës na veç do me thonë puna marë. Sepse... Derisa po vletë Halili është fjalimi i Albin Kurtit në Prishtinë, po vazhdo Halil. Sepse jemi direkt dhe i marim informacionet nga vendin gjashtë. Po në regull. Sido qoftë, gara ma interesante me gjithat mbetet Mitrovica. Mitrovica mbetet sepse në Mitrovic matët do manë lëkura e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, i cili 4 vjetë pushtet ka investu veç Mitrovic, jo veç pare, po mund, fjalime, retorika, polici, ushtri, FSK, e hupenudhen, e gjetenudhen, e noqum, e këthym, su këthy, shkoj, e mujtum, se mujtum dhe prap trupat e NATO-s e rujnë kufinin e Republikës tonë. Në fund ditës edhe të natën. Narracioni për një verite që lirun për Albin Kurti dhe Gjelal Sfeqlës me ata dvet, me pancira që i shkojshin atje, do më honë vazhdon të ndijet sidomos Mitrovicën e Jugut, ku lufta e Albin Kurtit është e madhe, me kandidatin që vjen nga Guxo, por që nuk është koalicion, është thjesht listë e vetëvendosjes pa këtë siglen, pa akronimin e listës Guxo. Ndërsa atje, për asamblej kanë kandidu si Guxo, po jo edhe për kryetar. Kështu që është një lloj sherri në këtë... Pra fokusi kryesor ti thua është në Mitrovic nesër. Fokusi kryesor i lëvizjet vetëvendosjes janë Mitrovic. Po Mitrovica po. Mirë po është po ashtu Mitrovica është shumë e rëndësishme edhe për PDK-n bashkë me Prizrenin. Prizreni po thuj se është gara mbyllur, në Prishtinë dhe Mitrovic është gara hapën. Po në Prishtinë jo PDK, po LDK. Ndërsa PDK është ajo që në për studio në gazeta i thujmë kingmaker, ai që e maron mretin. PDK, që pas këtë informacioneve, gjatë këtë jave së fundit në fushat, në për dregë dhe në ndregë të komunës,
Prishtinës ka punu, ka lobu për parim Rome. Dhe